Allahu mëdhëshëm krijon Ademin, i kishte 2 fëmijë, Kabilin dhe Abilin. Pse thash, Zoti t'jep shanse, gjithë neve që jemi në tokë na ka dhënë shanse të mëdha. A ka njeri më të begatuar se sa djali Ademit, a.s. që Zoti i kishte thonë engjëve bëni sejdë? Jo. S'ka, po ku përfundoi? Filloi të merret me vllajën e vet. Vllai vet me gjitha të mirat, i edukuar me mësimet e Zotit, respektues ndaj Ademit a.s. Kurse ky filloi duke deviju. Shkoi deri aty sa filloi duke marrë xhelozi, smir, urrejtje patetike për vllajën e vet. Vazhdoi dhe vllai vet mbasi e pa që nuk po i heshin punët dhe po u bonte xhelozi, tha vetëm një fjali: inna ma yataqabbal Allahu minal muttaqin. Tha Zoti pranon aty njerëzve që janë devotshëm, që janë të mirë, pra unë sa kam fajin, bëu i mirë. Ai dini çai tha? La akhtulannak, tha unë të vras ty. Shife, në fillim e filloi vetëm smir. Kush është ky, kush jam unë? Pastaj vetëm xhelozi. Të di ky që ti je unë. Pastaj kjo vazhdon rritet në zemrën e njeriu, të humb lumturinë e jetës dhe jeton vetëm me xhelozinë, me smirën, derisa kalon urrejtje. Kur kalon urrejtje bëhesh dhe kriminal. Djali Ademit alayhis salam mundësi shumë të afërta me shku në xhennet e mu begatu, mu bo shembull për gjithë njerëzimin. Thot pejgamberi Muhammed alayhis salam pasi e vret vllajën e vet, çdo njeri që vret në këtë botë, një kriminal që vret një person tjetër, merr gjinafe dhe djali i Ademit se ka qenë i pari që e veproi atë në tokë. Kishte mundësi me bëj vepra të mira që kush ti vepronte mbrapa të merrte xhennet e pafund, shkoi u bë kriminal. Pse? Xhelozia, smira, urrejtja. La akhtulannak, tha unë do të vras. Çfarë tha vllai vet? Njeri i ndërtuar, njeri i kulturuar, njeri që ecën me mësimet e Kuranit, njeri që ftyllohet me vepra të mira her pas here, njeri që përpiqet t'ia di helmin gjinafeve, njeri i cili ka shembull pejgamberët e Zotit gjithësisë, njeri i cili e njeh se kush është Zoti dhe nuk e quaj veten Zot me xhelozi dhe me pasmirë dhe urrejtje për tjerët. Ai di çfarë i tha? La in basatta ilayya yadak. Tham qofse e shtrin dorën tënde për të më vrarë, unë nuk të vras kurrë ty me paktën në të njëjtën monedë. Unë nuk bëhem kriminal. Unë këtë botë ka marrë për të treguar që jam besimtar dhe vepërmirë ke i madhi Zot. Qofse ti e ke vendosur me vra, unë nuk do ta thej në të njëjtën mënyrë. Dhe e vrau. Po vllai vet i tha i gjë, shive. Vrasja është gjë shumë e keqe. Ai që vritet është shumë e dhimbshme. Pa ai që vritet e ka afër xhennetit, se gjithë gjinafe do t'ja marrë ky kriminal që e ka pra. S'ka gjë që nuk do matematizohet ke Zoti i gjithësisë ditë gjykimit. Nuk ka gjë. Ky që ka vra e ka çuar në xhenet tjetër, se gjithë gjinafet që ka ai tjetri do t'ja japi këtij. Çai tha vllai kur e pa që ai do të më vra. Tha dëgjoj, ti do më vrasësh. Po do marrësh gjinaf të madh për vete, do marrësh dhe gjinafet e mia, edhe do shkosh në zjarr të xhenemit, e unë do shkoj në xhenet. Pra mos e bën këtë gjë. Po futur në rrugë drejt, edhe të shpëtosh. Dhe i e vrau, dhe thot i është Zoti u bë min al khasirin, nga të dëshpëruarit, pastaj thot min nadimin, nga ato që u pendu për krimin që kishte bë. Dhe s'ka si kriminal sipërfaqe të tokës që bë krim mos pendohet mrapa. Po problemi është mos më e bë. Qofse dën që mos bësh krime, nëse dën të jetosh i lumtur, largoju mendimasisë, xhelozisë, smirës dhe urrejtjes. Se këto nuk i bëjnë dëm tjetrit, të shkatrojnë veten tënde.